Jo, në fakt, është me qenë korrekt hera e dytë, që marrë vaksinën e gripit, viti i dytë që marrë regullisht, arsyeja një për arsye është edhe për me një motivim edhe për tjere, që është e rëndësishme vaksina dhe nuk ka efekte anësore, dhe sigurisht një marrë sot dhe me përcjellë së është dita e parë e fillimit dhe me falenderu punën që e bajnë se ta është një fazë kur stafi i vakcinimit është më ngarkuar, sot dita e parë, mirë po një punë që kemi bërë gjatë tyre viteve që ne kemi bërë distribuimin e qendrave vaksinimit në çdo qendër mjekësie familjare Prishtinë, dhe tash kjo krijon mundësi që qytetarët me marrë në lagjen e vet. Për arsye se para disa vite ne kena pas rastin kur ditën e parë të s'ke mujt me hy do bëhen prej njerëzve, ndërsa sot sigurisht nuk është ai fluks secili merr në lagjen e vet dhe po i ftoj gjithë qytetarët, sidomos to kategoritë me rrezikshmëri më të lartë, që janë të moshuarit, ata që kanë sëmundje kronike, fëmijët, që të vaksinohen, për arsye se vaksinimi i tyre është mund të kalojnë fatikeqësisht mbrohen edhe vete, po i mbrohen edhe të tjerët. Për arsye se ata që nuk smunden nga gripi, i mbrojnë edhe të tjerë, prandaj po i ftoj gjithë qytetarët që të marrin vaksinën, e cila nga sot deri në fund vitit jepet për gripin sezonal. Sot ka filluar vaksinimi kundër gripit sezonal me datën 1 tetor. Kjo është edhe koha më e mirë për të vaksinuar, me qenë se fillon edhe sezona e gripit. Qytetarët mund ta marrin këtë shërbim përveç në qendrën kryesore të mjekësisë familjare edhe në qendra tjera më të afërta që kanë njësi të vaksinimit. Grupet prioritare për të vaksinuar kundër gripit sipas OBSH-s janë punonësit shëndetësor për të mbrojtur veten, pacientët e tyre për të ruajtur shërbimet shëndetësore, gratë shtatzëne. Me vaksinimin e shtatzënave, përveç që mbrohet nëna, njëkohësisht mbrohet edhe foshnjët e tyre të posalindur, të cilët në muajt e parë nuk mund të vaksinohen me vaksinën kundër gripit. Personat me sëmundje kronike, kardiovaskulare, respiratore, me sëmundje kronike të mëlçisë, veshkëve, personat me imunitet të dobësuar, qoftë për shkak të kalimit të ndonjë sëmundje apo përdorimit të terapisë, personat e moshuar mbi 65 vjeç, si dhe fëmijët e veçën mbi 6 muaj deri në 5 vjeç, me rekomandim të mjekut. Nuk rekomandohet në rastet e alergjisë në ndonjë komponent të vaksinës, të sëmundjet e rënda akute me ose pa temperaturë, si dhe të fëmijët në moshën 6 muajshe. Vaksina kundër gripit, përveç se të mbron nga forma aktuale e gripit sezonal, njëkohësisht e zvogëlon mundësinë e koinfeksionit në mes të gripit dhe virozave tjera sezonale ose edhe në mes të COVID-19 që gjithashtu është në qarkullim. Është më rëndësi të cekët se të personat e moshuar, vaksina kundër gripit redukton komplikimet si dhe vdekshmërinë e shkaktuar nga gripi. Vaksinën të cilën ne e kemi në dispozicion me cilën jemi furnizuar nga Instituti Kombëtar, është vaksinë 4 valente, të mbron domethënë nga 4 tipe të virusit, 2 nëntipe të tipit A dhe 2 nëntipe të tipit B të virusit, që janë edhe viruset më të shpeshta në qarkullim. Numri tanishëm i qytetarëve të vaksinuar për orës 7 të mëngjesit ka qenë diku rreth 50. Më të interesuar deri tash kanë qenë personat e moshuar. Ftoj qytetarët që të vaksinohen, pasi vaksinat janë të sigurta dhe efektive dhe është mënyra më e mirë në parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive. Pse për këto vakcina që disa vite rregullisht e ku morë edhe s'kom pas të një problem ten pranverë për ndonjë sëmundje. Jo, mua s'm ka mundu kur.